Mirdita, çdo orë që kalon nxjerr fakte, dokumenta shkatrimtare për farsën elektorale të 11 majit të organizuar nga Totorino i Tiranës Edi Rama. Por unë jam këtu para zgjithash për të shprehur vlerësimin tim për të gjitha ata komisioner dhe numërues, vëzhgues të opozitës që në kushtet e një presioni të gjithanshëm në kufit e terrorizmit shtetëror, po kryejnë detyrën e tyre dhe i ftoj ata ta kryejnë gjë në fund. Kjo është rruga më e mirë për të mbrojtur votën e shqiptarëve, në kuptimin që ne jemi të detyruar të mbrojmë ligjërisht dhe me kushtetut të mbrojmë çdo votë të hedhur nga qytetarët shqiptarë. Por kjo është rruga gjithashtu për të faktuar para shqiptarëve dhe botës farsën e pa precedent që po kundërmon në të katër anë farsë elektorale që organizoi narkoregjimi i Tiranës me datën 11 maj të vitit 2025. Në këtë kuadër, Partia Demokratike dhe opozita po përgatit luftën e fuqishme për mbrojtjen e të drejtës së votës të shqiptarëve. Unë këtu shpreh vlerësimin tim për raportet paraprake të cilat de facto në parimin më themelor ndërkombëtar dhe kombëtar të zgjedhjeve atë të barazisë së palëve i kanë rrëzuar për tokë zgjedhjet. Por natyrisht, jo vetëm në këtë parim, ka patur